Dhe bëhet fjalë pikërisht në fillim. Okej. Atëherë, do flasim për raportin që kanë nxjerrë Partia Demokratike, 5 deputetët që janë anëtarë të Këshillit të Imunitetit dhe Mandateve për sa i përket heqjes së imunitetit të Belinda Balluku, tashmë deputete. Deputete. Jo, nuk është deputete. Është kryeministre. Është deputete. Kërkohet që të... Pse e them unë që nuk është deputete dhe është kryeministre? Është edhe deputete dhe kryeministre. Duke parë se çfarë zhvillohet rreth ngjarjes, si po ndodhin mosveprimet dhe veprimet në qeveri dhe në drejtësi. Tani, çfarë ka ndodhur? Shkon staton. Po shkojnë 3 muaj dhe Rama nuk e lëshon sepse ka kapur ajo Rama, jo Rama atë. Dhe unë them që kjo është dosje ku Rama është në hetim. Edi Rama, kryeministri i Shqipërisë, është në hetim në çështjen e Ballukut. Të gjithë ata që duken si çudi, po ju japim 3 fjalim mbështetës. Cilat janë? Në përgjimet e dala deri tani, nga vendimet e marra nga gjykata pas kërkesave të prokurorisë, ne kemi lexuar shumë shpesh dhe kur do dalin të tjera vetëm do lexojmë, nuk do jetë më shpesh, do jetë pa ndërprerje, që zonja Balluku janë 3 furgona, tha Klodian Brau me dokumenta. 3 furgona thot Klodian Brau. 3 furgona edhe me njerëz janë shumë, jo me prova. Vetëm fleta, fleta kështu. Më thënë nga këto fleta tha janë 3 furgona, tash i mendoni sa fleta duan, po tani çudi. Në këtë publikimin të përgjime thuhet. Thotë tendrin do ta marr X biznesmen sepse e do Rama. Ky ka fol me Rama, këti ka thënë Rama, atë ka thënë Rama. Në Ankara ku ishte atje mos ka biznesmenin. Mos ka abuzuar Balluku me emrin e Ramos, në këtë nuk e di. Pse s'pyetën Rama këtë? Sa e ka thënë di Rama? A është në Shqipëri Rama? Nuk këtu, okej. Po. Kur kthehet nga Kurbeti. Pra, dhe prokurorët këto verifikime edhe në statusin e dienis janë të detyruar t'i bëjnë proceduralisht. Edhe sikur mos doj vullneti i tyre emocional politik, ata janë detyruar që këtë dosje nuk e mbyllin dot pa marrën hetimet e Rama. Kjo pjesa e Ballukut akshi është një badardim vete. Dhe kur edhe ke llogaraja, edhe këto 11 lotët që kanë shkuar 1.1 miliard deri tani, edhe kur kjo thotë të do Rama, këtë e porosi Rama, këtë bizneset e Rama, atëherë ka zbatuar porositë e kryeministrit. Dhe për ta zbatuar të porosi është shkelur ligj. Dhe kjo shkelje ligji ka prodhuar korrupsion, ka prodhuar vjedhje. Përveç vjedhjes, ka prodhuar edhe cilësi rrënuese të investimeve, ku sot çerekun e Shqipërisë e ke lidhur me Greqinë dhe me Shqipërinë. Ka një pjesë rrugëve, po. Okej. Nëse u hap edhe ajo pjesa e bypassit të Limbashit e bashkuar. Po shndodhi me 3.8 miliard euro investimeve që janë shkërmoqur. Si ka mos i moqëresh të bien vetëm të rrugë të reja e këta vjetra nuk e gjej gjë. Ka selektiv është ky shiu? Shkojnë dëmton punë tek këtyre të bukura? Janë ndërtuar rrugët. Nuk besoj se është ndërtuar rrugët në zonë. Zgjuar si rreshësh kjo se sa prodhim korruptiv. Pra po them që përmendja e emrit të Ramos si veprues si porositur disa herë e bën automatikisht Ramën i hetuar, sepse këtu kemi për të pasur edhe rikualifikim veprës penale. Në ti mund ta marrin, pa edhe ta provosh të pastaj. Do kemi vetëm regjistrim të emrit të Ramës, se disa hetime bën pa regjistruar procedim penal në emër të personit. Tani do i regjistrohet vetëm emri, se hetimi po bëhet edhe për të. Pra, kur ky zotëria ka edhe shumë dosje të tjera për cilën do përgjigjet. Dhe për Ballukun do ndryshojë edhe kualifikimi i veprës penale pavarësisht përpjekjeve të shumta të Ramës për të mos e votuar në parlament. Jam sigur që aty është grupi strukturuar të organizatë kriminale në bashkëpunim. Nuk e lëshoi pak Rama, po themi, Ballukun duke shkarkuar nga detyra si zëvendës kryeministre. Mos ju dha sinjal, po themi, tani po bëjmë diskutim gjysmë politik. Mos ju dha sinjal deputetëve që shiko se unë e shkarkova, tani vota është e juaja dhe për të hequr imunitetin. Besoj se ishte presion i madh ndërkombëtarëve, kryesisht i europianëve por dhe Shtetet Bashkuara, që duke mbajtur Ballukun, duke mos hequr imunitetin, po pengonte drejtsinë, po pengonte spakun. Dhe ne kujtojmë të paktën 2 vizita të ministrit të jashtëm gjerman Van der Fuhl dhe ministri për Europën Krishbaun, të cilët ministri i jashtëm shkojnë në SPAK. Një javë pas ishte ambasadori gjerman në SPAK. Ata dhe po t'i lidhim të me deklaratat e Ramës në këtë
vakin të Pallati i Brigatave kur emroi shkarkoi Dunjan atje, kur tha që gjermanët janë bërë armiq të qeverisë tonë, ata po na bëjnë atan dhe kanë sjell dhe bëjnë presion për të hetuar Akshin dhe Porto Romano. Pse po bëkan presion? Por si gjermanët na dashkan më fort nesër në vetën. Ata bëjnë presion të hetohen dhe bëjnë presion mos hetohen. Nuk kanë tuaj të ndryhin tek politika jonë e brendshme, Çollaku. E di pse ndryhin ata politika jonë e brendshme. Po ne pse ndryhim te politika e kokainës në Gjermani ku Olsi Rama ishte të Zibraka. Ata i tërhoqëm ne, nuk erdhën ata. I ftuam tek Porto Romano. Çfarë kompanish kanë qenë që janë kompani të huaja? Belge dhe franceze, holandeze, më fal, dhe franceze. Franceze, italiane. Ka pasur shumë kompani të vendeve që janë Bashkimi Evropian dhe të NATO-s, por janë skualifikuar nga sojnikja e pandehur. Tani, dhe e them që Rama është në këtë dosje dhe është pjesë e timit. Por pika për të dështuar, të njëjtën le të themi që pritej normal pritej. Nga tërësia dhe presionit duhej që të shkonte, të shqyrtojë, të vendosej në kuvend. I hiqej mandati zonës Balluku apo jo? Sërish majoranca nuk e ka pasur kurajën. Kemi dhe dy të njëjtën, kemi datën 5 dhe datën 12. 12 dhe pastaj s'ka do na fati 3 mujor. S'ka do dhe programi posaçe do të sjellë një kërkesë të dytë. Mund ta bëj ligjërisht. Ajo do ta bëj, jam i bindur që nëse nuk ndodhen këto të mëparshme dhe ka gati për ta çuar pas ditësh. Një pyetje tjetër që është, unë kam pyetur në rast se votojnë kundër, e riçon prap, do ndrojnë mendje? Në rast se votojnë për t'ia hequr imunitetin apo jo, për mos t'ia hequr, votojnë kundër, për domethënë kuptim kur them kundër për mos t'ia hequr. Për mos t'ia hequr, pse unë nuk besoj që kurajo e Ramos të ketë rrashqitur deri këtu, por pyetja që bëj është, a votohet fshetas për këtë? A ka frikë Rama ta çojë në parlament sepse ai kërkon ta mbaj dhe emrat e tjerë nuk duan që të ndodh? Po më thuaj që ka çarje brenda. Edhe nëse sigurisht që ka, ka jo pak. Por nëse Rama për shkak të presionit trusnis të amerikanëve, sepse presioni gjerman dhe europian ka qenë i pasur dhe ftesa që i bëri Antonio Costa, ku Rama vajti për vesh tërheqjen, se këtu tërheq vesh Rama, atje tërheqin. I parë këto fotot me vesh këtu. Dhe edhe nëse Rama premton se do t'ia heq imunitetin, mos ndodh që disa deputet që janë në ndikimin e zonës Balluku, në ndikime të tjera dhe tashmë edhe të revoltuar, zemruar me Ramën për shkak që jo të pakta të votojnë kundër porosisë kryeministrit. Mos është një nga arsyet këtu që kryeministri nuk e çon dot në parlament ta votojë fshehur. Aty janë dhe votat e opozitës. Dhe ka dhe diçka. Po sa deputet ka, domethënë po themi Balluku aty që të prevalojnë mbi votat e opozitës, se 60 kusur mandate janë të opozitës. Nëse Ramos do shta më pak, se numrova shumë. Nëse Ramos i rrëzohet kjo vot e premtuar e tij për heqje imunitetit nga kundërshtarët e brendshëm, Rama ka humbur shumicën. Kjo pastaj çon një tjetër ulli gjithë gjën. Po, nëse flasim për Ballukun, tjetër histori. Nëse flasim për këtë, po. Por arsyet e mosdërgesës së Ramos në kuvend janë për faktin se vetë Balluku ka materiale shtrënguese për Ramën. Vetë Balluku? Vetë Balluku ka materiale shtrënguese për Ramën dhe kjo është kanosja që mbrin në zyrën e kryeministrit që e bën atë eunukrisht të pamundur. Okej. Kalojmë tek fotoja e 1 të lutem. Regjia e kishim. Kjo është njëshje. Atëherë, prokurori Dritan Prençi, kjo është zbardhje që ka bërë Partia Demokratike, fjalë për fjalë ka mbështypën, sepse është raporti që është firmosur nga të 5 deputetët dhe që është çuar tashmë në kuvend dhe është një nga raportet, një e ka opozita për të thotë ta heqim imunitetin dhe një e ka Partia Socialiste që thotë nuk e heqim imunitetin. Deri tani është ta mendojmë. Okej, dhe konkretisht thotë prokuroria u shpreh. Prokurori Dritan Prençi është prokurori që po heton çështjen. Jemi në fillimet e hetimeve të procedurave të tjera dhe akoma shumë veprime hetimore për të kryer për shumë procedura prokurimi apo edhe prova shkresore për të administruar që nuk janë administruar. Kemi patur mangësi nga autoritetet rrugor shqiptar sepse nuk na i ka sjell në kohë, na janë vonuar dhe akoma nuk i kemi administruar të gjithë dokumentacionin, dokumentacionin përkatëse të këtyre procedurave të prokurimit, ndërsa prokurori Klodian Brau thotë, cili është mekanizmi? Mekanizmi është duke takuar varësit, personat që mund t'i ketë emëruar, personat që sipas hetimeve dyshojmë se mund t'i ketë kontrolluar dhe dyshojmë që kjo veprimtari mund të ndodhe në të ardhmen, siç edhe kemi një bisedë konkrete që krijojnë dyshime serioze që kanë ndodhur, duke qenë se kjo është mundësi se mund të mos jesh dhe në funksion, thotë, por ke diku një person tjetër që ka pushtet mbi dëshmitarin, që është drejtori i dëshmitarit, për shembull.
Okej, dhe prandaj thot jemi duke kërkuar këto lloj masash sigurimi. Thot kreu i SPAK tani përse i kanë votuar këto dokumentet autoriteti rrugor shqiptar. Kjo është një nga shtigjet e prishjes provave e pengimit drejtësisë, sigurisht dhe për këtë mund të kenë edhe akuza në vijim persona që kanë bërë këtë veprim. Dhe kjo është futituar pikërisht tek ata prova që SPAK-ut i duhen dhe këta nuk ja japin. Kjo është kujtojmë atë historinë me patllake që thoshte Rama më erdhën aty do të fushim po çunat me patllake po. Ata nuk kanë shkuar, ata njohin procedurën më mirë se Rama, agent të BK-s. Por është paniku i shfaqur nga kryeministri se çfarë është duke ndodhur në zyrat e kontrolluara prej tij, e komanduar prej tij, e varësve të tij, që kanë punuar, vepruar me porositë e tij. Dhe e bëjnë atë pjesë të këtij hetimi. Tani, prishja e prova, kanosja e dëshmitarëve, tentativa për t'i blerë, për t'i hequr nga puna, për kanosja për jetën. Dhe kanosja për jetën është për vrasje. Fota 2, të lutem regjia sa për të ilustruar këtë që po thot. Atëre, thot Klodian Brau, thotë që është e vizuar, domethënë krijojnë një lloj dyshimi, thotë se ekziston rreziku që të jenë dëmtuar provat. Që të jenë dëmtuar provat. Për dëmtuar, kjo është pra mund të ketë ndodhur kjo, ëh? Ka ndodhur, ata kanë prova të tilla, kanë hetuar, kanë përgjuar, pra kanë prova që janë dëmtuar provat. Natyrisht, ke kanosje të dëshmitarëve, të cilët ishin në proces të llojit të pendesës e të sigurimit të një marrëveshje me prokurorët për të rrëfyer pikërisht duke qenë pjesë e procesit të abuzimeve në këtë institucion për treguar se çfarë ka ndodhur. Se Palluku sigurisht me informacione DNA të saj dhe me ekipin rrethues ngri dhe të zi as pak të bardh, ka marrë DNA se çfarë po ndodh dhe ka shkuar pikërisht aty ku po ndodh. Ka kërcënuar pikërisht ata që po flasin. Ka penguar pikërisht ata që duhet të çojnë provat, siç thot prokurori. Përse nuk i ka ndërguar ata? Kush i ka pamundsuar, kush i ka ndaluar, kush nuk ua ka lejuar? Për sa kohë vjen një shkresë, vjen një agent i BK-s, vjen një prokuror dhe kërkon praktikat përkatëse për prokurimet dhe për zhvillimet e tjera, le të themi rreth paras publike aty dhe zyrtari, drejtori, specialisti, kushdo qoftë, antari i komisionit vlerësimit të ofertave, nuk dërgon material që i ka në zyrë, ka për të thjesht për t'i premtuar bashkangjitur për gjysmore, nëse duhet printimi më i gjatë janë me furgona, po presim aty, i dërgon. Ndërkohë që SPAK-u pretendojnë që institucionet nuk na referojnë, thotë çështje hetimore. Është i përsëritur ai që as ministri as policia shtetit, kur s'bëhet kjo, ç'mund të presim, domethënë e kupton. Edhe kur kryeministri thotë ndalova këtë dera se ishte patllake, po çfarë duhet vijmë me tufa me moza shoh gjend të BK-s me vete? Është pjesë e infrastrukturës tyre ligjore. Ja preu Rama rrugën Ballukut për të mos kryer të njëjtën vepër penale meqense të themi kanë shqetësim prokurorët e SPAK-ut. Ajo që shohën Balluku është duke i prerë rrugën Ramës për të mos qenë më kryeministri i këtij vendi. Ata rruga e tyre pritet një herësh, jo në mënyrë të njëanshme. Koha mund të na provojë të kundërtën mendon, sepse po përpiqem të bëj një oponent që mos merret në kontekst politik gjëja. Jo, natyrisht. Jam i detyruar ta bëj. Kam të vështirë të them se ndon ndryshe për arsye sepse dosja e Ballukut, dosja e Akshit. Kur Rama ka dhe familjarët e tij të përmendur. Baxhanakun e tij të përmendur. Dhe jo vetëm. Dosjet tjera e Charlit që bën 5 vjet aty që po jetohet, dhe në krye 5 vjetësh, pra në janar 2022, janar 2026, 27 i bie. Ka hyrë në vitin e 5. Ka hyrë vitin e 5, po themi që them mbyllet viti i 5 në 2027, prandaj po them. Dhe dosjet të tjera, incinerator, Eco Park, aeroporti i Vlorës, termocentralet atje që merrin 100.000 euro në ditë. Ai Sonikja ambasadore me Ballukun ishte atje. Tigri 1 dhe 3, ëh? Po sigurisht. Tigrat në Vlorë, po. Pra për të gjitha këto, pam këtë për shembull për rrugën, unë kisha ato materiale publikuar para disa ditësh ku ishte firmosur për këto që Salillari të gërmonte të shkatronte ato ta bani ku shembull rrugët. Ishte firmosur Rama, Balluku dhe kjo Krokaj që është ke ATZ që i kanë të bashkëngëllorët e institucionit. Ishte firmosur bashkërisht aty. Tani kur ti ke firmosur këtu, ke firmosur incineratorët për atë kompaninë Fantazm, ke firmosur për aeroportin e Vlorës, se ka firmë, kryeministri vet. Por përveç firmave që janë provë e pakundërshtueshme, e dëshmive, ti duhet shkosh të thuash, ti bindesh prokurorës që je apo jo fajtor, sipas pretendimit që ka kryeministri, sepse ata kanë prova tjetër për t'ia lëkundur besimin në kryeministrit,
për të dyshuar besimin e tij dhe për të bindur gjykatën se nuk është ashtu siç deklaron ai. Po është tërësisht ndryshe. Se nuk e di se në kopsht vesh është vështirë të bindesh fëmijët e atij kopshti se ata kanë shkuar në gjumë pa u thënë edukatorja. Pa u bërtitur një herë ajo, se kanë ngrënë ushqimin e drekës. Lere më në këto çështje histori milionash, qindra milion euro dhe miliarda euro, që gjithë këta specialistët, ekspertët, profesionistët, në kokën e tyre i kanë dhënë miliona euro biznesmenëve të ndryshëm dhe kryeministri vetëm i ka lexuar ditën që ka thënë Spaku. Kjo është pak një absurditet mendor që do ta fyente kryetarin e qeverisë. Okej, dhe ne shpresojmë që mos na fyje Spaku neve në fund, po themi kështu, në rast se ka Spaku ka veprime. përcjell edhe kërkesa të tjera për heqje imunitetit në parlament përveç Zoris Balluk. Tjera kërkesa? Edhe kërkesa të tjera. Për heqje imunitetit në parlamentin e Shqipërisë. Mazhoranca apo opozit? Ta shohim rrugës. Se do ta bëj këtë pyetje. Ta shohim rrugës. Domethënë, mund të jetë 80 prova kundër Ballukut. 80 prova. 80 prova, 3 furgona, me kupton dhe tu ka tonelata prova. Ta thonë një provë dhe me ton. Këtu janë provat pretendimet e prokurorisë. E kupton? Po, sigurisht. Po sepse mund të rrezoj gjykata, domethënë thot ti pretendon se ke 3 furgona, tani ti as gjysmë rrose nuk paske. Po the, po të marr po ecim në këtë linjë njësisë matëse të kilogramëve. Edhe nëse rrezon ja 2 ton e 900 kg gjykata, 100 kg do ngelen. Dhe aty edhe 2 kg janë mjaftueshme për provë, dhe 100 kg. Përveç se ajo çfarë konstatoi prokurori thotë për në fazën e deri tanishme, sepse nuk i kemi marrë të gjithë provat. Nuk i kemi mbledhur të gjitha. Se mund të jetë 3 ton tjera. Tani do të duhet që në gjykat të thuhet që provat janë të rezervat e shtetit se nuk na e merr prokuroria. Kto si përfaqe. Okej. Këtu kemi edhe çështjen që Dritan Brendçi bën referimin e kërcënimeve të fortëve që është kryer, thotë nuk më deklaroj më shumë, thotë Dritan Brendçi, sepse siç ju thash, ju a them me përgjegjësi plot që hetimet kanë vijuar në maksimum me intensitet dhe në drejtim të sqarimit të secilës rrethan apo të dhënat krijuara qoftë në drejtim të kësaj që po diskutojmë. Pra për shkak të ruajtjes së sekretit të mortë, asaj çfarë ne kemi vijuar pas momentit paraqitjes kërkesës së parajush, ne nuk mund të ekspozojmë pjesë të hetimit, pasi hetimi është akoma i fshehtë, nuk kemi veprime të hapura. Ka përgjime ambientale, ka përgjime të ndryshme dhe të shumta që mbështesin pretendimet e prokurorëve. Kemi, le themi, një hetim pasoror që ka nisur. Hetimi pasoror përfshin të afërmit, familjarët, prindër, vëllezër, burra, gra, gjithë që futën. Me sa diun prokurorët kanë identifikuar transfert aparash jashtë vendit. Kanë identifikuar në Zvicër, në Austri, në Shtetet e Bashkuara. Janë shumë të konsiderueshme, pa hyrë pastaj tek offshore të historitë, guaskat e fshehura të përcjelljes parave. Dhe edhe këtu vim të këtë gjë. Duke ditur, referohem një raporti të rrjetit të OSBE-s në 2 shtator të 2015, kur thoshte që Edi Rama ka 200 milion euro pasuri që qeverisen në offshore nëpërmjet të vllajt të tij Ulsin Amerikë. 2 shtator 2015, një raport i OSBE-s që u tha që është i rrjedhur gabimisht. Por pas 10 vitesh konsum pushteti. Sa ka ndodhur me këtë 200 që ne pretenduar dhe të dyshuar, ka frikë se kjo është bërë me 9 shifra, me 9-0. Nuk e dim, këto janë, le të themi, pretendime. Unë të falenderoj shumë Basir Çollaku që ishe këtu dhe shumë falenderit për analizën që u bë sigurisht me dozat tuaja kritike, audienca sigurisht i pranon, unë përpiqem të të bëj oponencën time aq sa unë mundem për të bërë një oponencë. Tu themi që sa më shumë gjëra që dim se kanë ndodhur dhe në vazhdimsi do i shtojmë të tjerat kur këto që tham të kenë dalë dhe publikisht si të vërteta. Okej, edhe që të pak janë të vërteta, po të jenë konfirmuar le të themi edhe nga gjykatat. Basir Çollaku, antikorrupsioni është bërë një smundje më e rëndë se korrupsioni. Mirë, unë po tha lë këtë për ta kemi prerë tjetër si diskutim, sepse po u morë me këtë tani më mbante një orë. Se dëgjova pra Zadit kishte pushuar nga puna drejtorin e antikorrupsionit. Pra njeriu që ai po të bënte punë, duhet të kishte tu shefin e vet. Ja, po nuk ndodh kjo.
nuk ndodh kjo Çollaku. Fredori shumë. Nuk ndodh kjo, nuk e bëjmë dot ne. Këtë nuk jemi Duhet kishte pushuar drejtorin e korrupsionit kryeministrin. Do të kundërta, pushon kryeministrin drejtorin e korrupsionit. sepse ka strukturën varësi.